Tani të nderuar miqtë e mi, edhe njerë më duhet ta potencoj së bashku me Golden Eagle-in tim shqiptar. Do të vazhdojmë të flasim për showbizin, do të vazhdojmë të flasim për ngjarjet më të fundit, për lëvizjet më të fundit, por edhe për komentet dhe qëndrimet e të tjerëve kundër drejt personazheve publik shqiptar. Kiara Tito. Kiara Tito, një vajzë e cila komentohet shumë, përflitet shumë, flitet shumë për të, është një nga fenomenet që po trondit rjetin. Pse po trondit rjetin? Sepse është një vajzë e cila në jetën e saj, në karrierën e saj mediatike, bëri revolucion. Bëri revolucion që në të njëjtën kohë të ndjekën dhe ëndrrën e të qenurit artiste, por edhe të jetë një nënë e suksesshme. Në përca komentime, do me thënë që bëhen njëjtë si puna ime, rreth artistëve, rreth ngjarjeve më të fundit, rreth lëvizjeve më të fundit, dëgjoj qëndrime të kundërta rreth Kiarës. Tani unë e di që në popullin ton ekziston një fenomen i çuditshëm. Nëse ti arrin që të gëzosh edhe të bësh një vepër të bukur, të punosh me intensitetin më të lartë, të sjellësh gjërat më të bukura te publiku, të sjellësh projekte që në këtë rast Luizi sjellën, të sjellësh moderimin në formën më natyrale siç Kiara e bën, të jesh aktive edhe në një film që pritet të ketë një shikueshmëri goxha të madhe, me patjetër që do t'jenë goditjet ndaj teje. Do me thënë, unë kam arritur të kuptoj që çfarë do të bësh një gjë në jetë, e cila ju pengon të tjerëve, do me thënë, suksesi jot ju pengon të tjerëve, ato do të gjuajnë, do të gjykojnë, do të shajnë dhe do të ofendojnë qoftë edhe publikisht. Por, unë dua një pikë së pari të vlerësoj iniciativën që Luiz Eili ka marrur. Pse dua ta vlerësoj? Dua ta vlerësoj sepse në këtë botën depresive, që po të hapim televizionin kemi vetëm gjëra depresive, do të thënë të gjitha mediat, respekt, po të gjitha mediat trajtojnë po të njëjtën gjë. Luizi dhe Kiara janë unik në veten e tyre, janë unik në tipin e tyre dhe sjellin diçka unike, sjellin diçka unikate që publikun e shijon, publiku i pëlqen dhe publiku do t'i duar troket. Dhe pikërisht filmi, i cili do të vjen së shpejti, do me thënë, premiera e të cilit do t'jetë në shkurt të vitit 2026, unë ju premtoj nga kjo studio që unë do t'i sjell premierat e kjo, do t'u ftoj pranë çiftit dhe do ta ndjek premierën. Normalisht që të tjerëve u djeg edhe nuk munden do ta pranojnë realitetin që Luizi dhe Kiara bëjnë diçka ndryshe në jetë. Andaj, derisa ta shajmë Kiarën, unë mendoj që duhet të ulemi me veten dhe duhet të pranojmë vetes tonë që Kiara është një vajzë, më falni, e suksesshme, është një gocë që punon edhe në punën e saj në mënyrën më të mirë, por edhe ndjekën dhe familjen që ka një afrimitet jashtëzakonisht të bukur me familjen e saj dhe është një nënë e përkryer tek Luna dhe më pëlqen që Kiara është e vetmja nga artistet shqiptare, unë këtë e kam pranuar me zë dhe vazhdoj ta pranoj, që është një personazh që i mban konstante të gjitha gjërat, si artin, si familjen, por duke ndjekur dhe ëndrrën. Dhe normalisht ky nuk është sukses. Ky është jashtëzakonisht sukses, do të thënë kalon atë pritshmërinë e suksesit. Dhe kur ti kesh këto sukseset, me patjetër që do ketë njerëz që do të shajnë, që do të urrejnë, edhe që do të shpifin për ty, ndoshta, do të thënë ndoshta. Dhe për këtë gjë, unë jap një mesazh kundërdrejt atyre të gjithëve që kanë preferuar që në këtë drejtimin të vinë, do të thënë duke goditur. Unë mendoj që njeriu punëtor, njeriu të ndershëm, njeriu që shikon punën e saj, më ka tërhequr një fjalë Kiarës në një intervistë që tha që unë nuk e kam zgjedhur karrierën time ta ndërtoj në shpinë të tjerëve. Do të thënë duke sharë të tjerët, duke shpifur për të tjerët dhe duke bullizuar të tjerët. Por unë kam përzgjedhur që karrierën time, identitetin tim, vlerën time si Kiarë ta ndërtoj në imazhin tim. Dhe duke punuar me shumë intensitet, me patjetër që Kiara jo vetëm një film,
por Kiara do të sjellën ndoshta edhe median e vet. Dhe pikërisht për këtë gjë, unë dua ta komplimentoj dhe dua t'ju informoj që filmi ka mbaruar pothuajse me regjistrimet. Luizi dhe Kiara kanë shkëlqyer, nuk janë vetëm Luizi dhe Kiara aktor brenda në film, domethënë është një janë disa aktor të tjerë, ku ndërto kemi arritur që të zbulojmë Bjort me Zinin, ju e njihni shumë bukur, ish personazhi Big Brother Albania, por njëkohësisht edhe Big Brother VIP Albania, domethënë kemi të bëjmë me një kombinim interesant ku do të shohim kënde të ndryshme të aktorëve, domethënë Luizi ka rolin e vet, Kiara rolin e vet, Bjordi rolin e vet. Andaj le të fokusohemi të gjithë te filmi, le ta mbështesim Luizin dhe Kiarën dhe boll me sharje. Të urejmë dhe të shajmë tjetrin nuk është gjëja më e bukur që ne duhet ta bëjmë. Takohemi në videon e radhës, ju vazhdoni ta ndiqni me subscribe dhe mos harroni çdo të mërkurë në orën 21 talk show më i madh në vend.